O, sa kohë e bukur që sot me gjyqe. Gjirokastrës i rikthehet teatri i kukullave. Tashmë vogëlushët do të shijojnë shfaqje dedikuar atyre fal organizimit që Bashkia e Qytetit ka bërë për ngritjen e tij me angazhimin e aktorëve që kanë interpretuar me 10 pjesë ndër vite për publikun e vogël. Është një punë e palur dhe punojësve të drejtorisë arsimore në mbështetje të bashkisë, pse jo dhe në mënyrë personale të kryetarit të bashkisë, zotit Flamur Golemi. Me këtë ngjarje të sotme, ne do të japim një gjallëri qytetit tonë, brezit të ri, të ardhmes së këtij qyteti, këtyre fëmijëve, po pse jo dhe prindërve, gjyshërve dhe kujto tjetër që merren me edukimin e fëmijëve. Kjo sallë përmban 70 vende, është një sallë e bërë nga fillimi me restaurimin e bërë nga bashkia dhe është në një infrastrukturë të këndshme për sa i përket realizimit të teatrit të kukullave. Ju e shikoni vetë që aktorët janë pothuajse ata aktorët e vjetër, që nga Bujari, që nga Fredi, që nga Ludi, që nga Nikua. Do mundohemi që këto shfaqje të japim çdo të shtunë të dirë në qytetin tonë, që të ketë një gjallëri të fëmijë të kenë ku të vënë fëmijët e vegjël.